Po bëjnë hapjen e autolarjes më të veçantë në komunën e Gjakovës. Nga sot Clean A&G Park do të jetë në shërbim të qytetarëve të Gjakovës. E shumë qytetarë e musafirë nga viset e ndryshme të Kosovës ishin të pranishëm në këtë hapje. Arben Gjokaj, pronari Clean A&G Park, tha se kemi vendosur që të hapim këtë biznes në Gjakovë që ka një hapësirë të madhe. Vendosim se pamë edhe nevojën e qytetarëve të Gjakovës, besa edhe të Kosovës, si kemi edhe këtu ka dhe shumë se vinë qytete tjera. Vendosim ju shërby se ka mungu ky servis. Ka dhe në Gjakovë një dy tjera, po kemi diçka në veçanti. Kemi masin e duhur, kemi sipërfaqe e duhur, kemi shërbime deri në 7 programe se përfshin larjen e kerrëm, kemi larjen e brendshme, pastrimin e brendshëm, është një veçanti se është nërm lojë, për çdo kohë ka kohë me shi, me borë, ofron një shërbim komod, edhe kështu se veçanton pak masin edhe veçantin e Clean Park A&G në Gjakovë. Gjokaj tha se e veçanta është se ne do të ofrojmë shërbime përveç makinave edhe për autobus e kamion. Ofrojmë edhe ekstra servis për autobus, kamion, ku në veçanti është vendi shumë i madh, është parkingi shumë i madh për autobusa, ku ja mundson edhe një shërbim shumë komod me një hapësirë shka për momentin në Gjakovë nuk e kemi munduar, po gjithatë mjaft ju ofrojmë qytetarëve një shërbim sa më të mirë, sa më të kollajshëm. E kjo autolare do t'jetë e një formanti ku klienti e pastron dhe e lan veturën e kamionin ose autobusin. Servisi këtu po ofrojmë me e la vetë se njëri ka njëherë për ka që me la me dëshirë vetë kjerën, që është me la tek me la, dhe vanë shërbimin do të me ban vetë personi cili vjen me la kjerën. Edhe për ata që janë marrëklit të pastrimit të veturave, u shprehen të kënaqur me autolarjen e re ku thanë se ka qenë e nevojshme të jetë në Gjakovë. Kjo është një shërbim shumë i mirë, më pëlqen shumë bukur, kanë bërë një shërbim shumë mirë. Është puna mirë këtu që është pak më e madhe, nuk ka vogël për 2-3 kera për shembull, po ashtu hapësira tjetër për mas larjes, me bën larjen e brendshme, pastrimin e kerrit, ka hapësirë shumë madhe. Është një investim për menimin tem shumë i mirë, për cila po ashtu dhe Kosova mundet me arrit me këtë gjë, sepse kjo po shkon të letu punën e larjes, shumë më shpejt larja bëhet për shembull brenda 10-15 minutave, kryhet shumë më shpejt, mundesh me la për qefit tonin. Ankesa që i ki për shembull në autolarje këtu i kryjnë vet, sepse ti për shembull marraklit kanë qef pak më ekstra me la kerrët, ata këtu vini lajm për qefit vetin edhe kryjnë shërbimin shumë më lehtë. E veçantë është këtë autolare se është në hyrje të qytetit Gjakovës, ambienti është i madh, kushtet janë shumë mira, edhe përgëzoj investitorit për këtë ambient kaq bukur, për këtë investim, edhe është një arritje e madhe për qytetin e Gjakovës, edhe i urojmë suksese. Autolarja Clean A&G Park është në rrugën Gjakov-Prishtinë në Luk Bonar në hyrje të qytetit të Gjakovës dhe do t'jetë në shërbim të klientave 24 orë për çdo ditë.